Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka shpallur dënimet për grupin e biznesmenit Pëllum Gjoka për tentativën e vrasjes së Brahim Licit, Gen Stafilit dhe Dorian Dulit. Ish prokurori Xhavahir Lita dhe ish drejtuesi i forcës operacionale Olti Bistri do të rikthehen në liri pas përfundimit të procesit gjyqësor në gjykatën e posaçme mbi një fraksion të dosjes Metamorfoza, ku grupi akuzoi për krime të cilësuara më të lehta. Tokat e zeza e gjetën fajtor Xhavahir Litën dhe e dënuan me 5 vite burg, po për shkak të gjykimit të shkurtuar, dënimi u ul në 3 vite e 4 muaj, të cilat rezultojnë të shlyera me paraburgim si pasojë masa e sigurisë u shua. Ish shefi i operacionales Oltian Bistri u shpall i pafajshëm për korrupsion dhe pastrim parash për mungesë provash, ndërsa u gjet fajtor vetëm për zbulim të akteve ose të dhënave sekrete, për çka u dënua me 2 vite burg. Edhe ky dënim rezultoni shlyer ndaj ish policit i cili u lirua menjëherë nga qelia. Dënimet më të rënda në këtë pjesë të dosjes Metamorfoza u dhan për Behar Brajović dhe Astmer Bilali, përkatësisht 8.8 dhe 5.8 vite burg pas gjykimit të shkurtuar. Edmond Preka u dënua përfundimisht me 7 vite burg, duke përfituar ulje nga 10 vite të dënimit fillestar. Pas biznesmenit Pëllum Gjoka dhe Ardit Hasanbegaj, vendimi do të shpallet në 2 dhjetor pasi të përfundojë mbrojtjen e tyre si pas pak. Ndërkohë, për vrasjen e shtetasit Gjindoj, ku të akuzuar janë Pëllum Gjoka, Behar Bajri dhe Edmond Preka, çështja është ndarveçmas dhe po vijon me procedurë të zakonshme. Krimet u zbardhen nga SPAK pas transkriptimeve të aplikacionit Sky ECC, përdorim për të cilën avokatët e disa të pandehurve pretendojnë se është kryer në mënyrë të paligjshme.